Atëherë, këtu ndodhemi në Plepa, në Rotonda, një nga komplekset më të bukura shumë pranë tropikalit dhe detit. Kemi krahun tjetër, kemi pjesën e autostradës, e cila lidh me jugun në këtë godinë, e cila ka 5 hyrje, ndodhet një apartament 2+1 me verandë, kapi 7 me ashensor. Është ndërtim i ri. Për gjithë ju që jeni të interesuar, ndiqeni të videon deri në fund. Faleminderit. Edhe plazhi Saponisi. Shikoni pak të super pamje. Është nga tralla apartamente që ka këtë super pamje. Kjo është e gjithë pjesa tropikale. Kjo është hyrja për shkuar në det. Cavallicenza, më mirë se kaq më nuk kemi apartament tjetër. Është pjesa e verandës, e cila është me një super pamje dhe ka diell gjatë gjithë ditës. Dhe dhomat e gjumit që të shikoni kanë pamje nga deti. Është 180.000 euro. Për gjithë ju që jeni të interesuar që të ndiqni videon deri në fund, do ta shikoni që ky apartament ja vlen për këtë çmim që ka. Vazhdojmë me prezantimin.